Profeti i dashur Muhamedi alayhi salam na ka lajmëruar se agjëruesi do të përjetojë 2 gëzime. Një gëzim kur e çel iftarin dhe një gëzim kur takohet me Zotin e tij në ditën e gjykimit. Por për sa i përket gëzimit kur e çel iftarin, për çfarë gëzimi, për çfarë përjetimi të mirë bëhet fjalë? Ndoshta shumë njerëz mendojnë se duke qenë se ka qëndruar gjatë gjithë ditës i uritur dhe i etur, erdhi momenti që të gëzohet sepse ushqimi është përpara tij. Jo, nuk është ky gëzimi i vërtet. Gëzimi i besimtarit, realiteti i vërtet i këtij hadithi profetik pejgamberit alayhis salam bën fjalë se besimtari ndjen në brendësinë e tij, Allahu i madhërisëm ja solli mbar, e mbylli këtë cikël adhurimi, e mbylli procesin e agjërimit me sukses, është i gëzuar sepse që nga agimi e deri në mbrëmje duroi dhe sakrifikoi për hatër të Allahut xhelle xhelalu. Gëzohet besimtari dhe gëzohet agjëruesi sepse Zoti ja lehtësoi, Zoti e ndihmoi, pra kemi një gëzim shpirtëror më shumë se sa një gëzim fizik, dhe gëzimi i vërtet në këto momente, në këto rrethana për besimtarin është gëzimi që pushton atë nga ana fizike dhe nga ana shpirtërore. Pastaj patjetër që kur besimtari është përballë ushqimit të tij shtruar në tryezën e tij, do ta falenderoj Allahun e madhërisëm për këtë bollok, për këtë larmishmëri, për këtë rizq që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, do ta lavdëroj atë dhe do ta madhëroj Allahun xhelle xhelalu, plotësohet i gjithë besimtari me gëzimin e tij.